Po ndaje fushën me Ronaldon e me emrat më të ndaj të futbollit, po më thonë që ja ku e kemi një fotografi, nuk i pëlqeur. Jo, eci si interesant eq. Eci direkt, edhe shumë guzhëm hajde. Gjysmore kishin nejt në ndeshje dhe kishin dalë. Po nga ana tjetër, atë kanë, kur je rrit, sigurisht ke arrit me ja kuptu botën, sado që nga një herë për fëmijën gjithmonë vyn kjo përkrahja. Pa tjetër. Si ja ke arsyetu këto? Jo, me arsyetu, unë e thoja që këto kam si jetë, do më thonë e kam si ajri, nuk jetoj do të pa futbol. Edhe sot nga karriere e futbolistit, jëmë dalë një trener, sepse pa futbol më duke sigur nuk jetoj do të. Edhe kjo është ajo që aje e ka po edhe nuk më ka ngacmu mo në aspektin e që me më thonë. Edhe deri sa fillova, pas taj me shkujo në Itali, Ukrajina, edhe nuk më nga ngacmu. Eksperienca nga më të ndryshmet që të kanë dënë mundësin për pos që të rritesh vetë profesionalisht, është edhe të takosh nga këta yjet botëror që po flasim, me që shumë prej njerëzve duan t'i shohin veç një herë në jetë të paktën si tifoz. Çka të ka mësu takimi me këta, ose personalitetet e tilla, pra ka diçka që kur i ke taku edhe pas lojve me ta, ke marrë një mësim të mirë për jetën? Shife, unë nuk e di, ndoshta nga që unë në ekip të parë, në Kroaci, kam hy me si 15 vjeqar. Kam stërvit me ekip të parë, e kam lu kështu që mu nuk më kam bo përshtypja asë njëherë. Nuk më kam bo, unë vetë me përshtypja me ka bo fenomeni Ronaldo, që ka qenë ai Ronaldo i vjetër, atë e kam doshtë jashtë mos. Kurse këta tjertë nuk më kanë bo në një përshtypja asë njëherë s'me kanë lonë. Edhe atë dhe që lunim ndeshje me kundër Realit ishte Alban Dragusha, Liridon Kukaj. Edhe më shifnin, se unë jam qysh kur jam dëmtu me 18 vjetë, unë jam Duhan Pirs, në gjë që sështë e mirë, se propozoj kërkujt, po qysh atëherë kom fillu kur më dëmtova. Edhe unë me një shok të imi nishim në toalet duke pi cigare. Edhe më pyt një moment Albani, thot, apo ki trem? Wallah, e thash, heq. Sikur mos me lu me Realin. Në fakt është një gjë e madhe me lu kundër Realit, diskutohet, po ju më konë i tillë që presionin nuk e kom pas problem asë njerë. Ndoshta kjo më ka ndihmu sepse jam hi shumë i vogël në ekip parë edhe s'kom pas... I ke marrë gjanat nga i vogël edhe si duke t'je familiarizu me to, nuk ka edhe me presionin s'kom pas asë njerë problem. Qartë. Norvegjin e le pas 8 vitesh. A ka qenë një prej arsyeve edhe humbja e babait? Kjo ishte... Apo arsyeja kryesore? Kjo është